Sulmi i paralajmëruar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit drejt Iranit ka krijuar një situatë kaosi në gjithë lindjen e mesme. Duket se Irani po tenton ta shpërndajë konfliktin, ai ka goditur sot Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Katarin, Bahreinin, Kuvajtin, e madje Jordanin dhe një tentativë të drejtë për drejtë për Izraelin. Problemi kryesor në këtë moment mbeten shtetasit shqiptar që janë rezident apo turist në zonën e Dubait, Abu Dhabit, Dohës apo Arabisë Saudite. Sipas të dhënave që un kam, nga 6.000 deri 20.000 mendohet të jetë numri i rezidentëve shqiptar në këto zona, pa llogaritur këtu turistët, duke konsideruar Dubai një destinacion të rëndësishëm turistik për shqiptarët. Po çfarë po ndodh me ta? E para është shumë e vështirë sepse fluturimet e Emirates dhe Qatar Airways nga dhe drejt Dubait apo Dohës, përfshirë dhe ato të Abu Dhabit, janë të anulluara për 48 orë e me gjas mund zgjasin edhe më tepër. Kështu që si rezidentët shqiptar, si turistët shqiptar për momentin nuk kanë asnjë mundësi të riadresohen për të rikthehen në Shqipëri dhe duhet të presin deri në zgjidhjen e një konflikti që mund zgjasin me orë, po për fat keq mund zgjasin edhe me javë. Ndërkohë që shqiptarët që janë në Iran, rreth 20 në gjykimin tim, aq sa kam arritur të identifikoj unë atëre, do ta kenë më të vështirë, ata kanë rrugën toksore drejt Turqisë. Çdo shqiptar që ndodhet në Dubai ose që planifikon të shkojë në Dubai, duhet shoh se çfarë instruksionesh do të ketë dhe duhet gjejë rrugën më të shpejtë për të rikthyer mbrapa. A ka mundësi? Për momentin jo, por shpresojmë që kjo gjë nuk do të zgjasë gjatë. Kështu që qëndroni të mbrojtur aty ku jeni dhe prisni instruksionet. Ndërkohë Ministria e Jashtme duhet reagojë menjëherë se si duhet veprohet me ta.